Wingsat e ndihmojnë Roxin t'i pranoj fuqitë e saj të reja si zan. Ndërkohë njerëzit në Gardenia i duan gjithnjë më shumë vajzat e famshme me krah. Po për Muzën dhe Rivenin është një periudhë vështirë. Vërtet ka mbaruar gjithçka në mes tyre? Po, jam i sigurt. Wingsi me fuqinë e natyrës është Muza. Jo, përgjigja e saktë është Flora. Oh. Si mund të mos i njohësh Wingsat? Ata të dy janë parë të bëjnë pazar në të njëjtën qendër tregtare. Mjafton që ne ta quajmë dashuri me shikim të parë? Ai është Joe Hallenbeck dhe është kampioni i futbollit për këtë sezon. Dhe ajo është Stella, më e shkëlqyera e Wingsave. Dhe ja ku janë imazhet e filmuara nga një kameraman amator. Me sa duket të gjithë duan Wingsat, si të rriturit edhe fëmijët. Po bëhen vërtet të famshme. Të gjitha kanalet flasin vetëm për Wingsat. Çfarë po bën ai? Kujdes! O zot, çfarë ndodhi? Ishte një djalë, por ku shkoi? Ai ishte këtu tani. Mirë se erdhe, Duman. Si të shkoj shëtitja? Kam lajme të këqija, o grën. Unë po të dëgjoj. Wingsat po bëhen shumë të famshme. Njerëzit i duan, ndjen të mbrojtura nga ato. Çdo ditë më shumë një vajzë tjetër ka besim të ato. Kjo i bën më të forta fuqitë e tyre dhe të zanës së tokës. Me këtë ritëm Roxi nuk do t'jetë zana vetme në këtë planet. Dhe fuqia jon do t'jetë gjithnjë më e kufizuar derisa të shteroj fare. Të duket për të qeshur. Është vetëm një ide. Po sikur njerëzit të fillojnë t'i urrejnë Wingsat. O, sa shumë punë sot. Kjo është më e lodhshme se sa të shtrish flokët. Çfarë po bën ajo? Nuk e pa që jemi në radhë? Mos po hymë parat. Zonjush, Po? ne po mbajmë radhë dhe unë duhet të mbaroj punë. Që Stella? Është e vërtetë, është ajo, është një prej Wingsave. Jo, duhet të më ngatëroni me dikë tjetër dhe mua tani më kujtuar që duhet të punoj. Pafshim. Paska më shumë njerëz brenda se jashtë. E di, prandaj ne menduam ta mbyllnim që të merremi me këta klientët që janë brenda. Si e ke hallin ti? Mos e ke orën të thyer? Më falni për vonesën, por ky është një makt. Do doja të hapja sy tani e të ngrihesha në shtratin tim në Solaria, rrethuar nga njerëz që bëjnë punët e mia. Dëgjoj, këto janë solucionet e reja për të mbajtur gëzofin e kafshëve. Këtë javë janë të gjitha me ulje çmimi. Më mirë të fillosh punën, Stella. Gjithçka në rregull apo jo? Mrekulli, Blum. Në rregull, le ta vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Le të bëjmë koreografinë e mëngjesit të sotëm. E shikon sa të zonjan që janë, Stella? Vërtet dritëruese. Dhe tani, vëre termometrin. Tani do ta trazoj mirë.
Dhe ke për të parë se ky çaj do ta largoj gripin. Mirëmëngjesi, Flora. Ju duhet vetëm të klikoni derisa të gjeni faqen kryesore të Wingsave. Ja ku është. Unë fillova të mendoja se Jason i ndjente diçka për mua. Unë ndjeva shumë budallaqe tani. Ati interesonte vetëm zëri im për të kënduar. Vetëm zëri im dhe asgjë tjetër. Ose të ëmbëlqeni, ju shqetësuat për mua. Ma ki kujdes bukuroshen time, të lutem. Wow, këta njerëz as që pas kanë ndërmend të largohen. Hey, dyqani do të hapet sërish pas pak. Stella! Brandon! Përse ke ardhur këtu? Më thuaj, zemër, çfarë po ndodh këtu? Nuk e di, çfarë do të thuash me këtë? Më duket se je akoma xheloze për Mitsin. Mitsin? Po e drejt, me atë veshje në shpifur. Nuk e kuptoj pse duhet bëm xheloze. Kur një vajzë është xheloze, duhet të ketë një arsye të fortë. Ata thjesht u puthën. Turp të vi. Por u mund të shpjegohem. Thjesht po bëja shaka. Por çfarë? Mezi po pres të bëj ca fjalë me atë Stellën. Se kuptoj si e ka hallin ajo. Është thjesht xheloze. Nuk është ajo që do vendos me kë do takohet Brandoni. Vërtet, nuk është prona e saj. Nëse ajo e do me të vërtet Seli, duhet të luftoj për të. Ti e di, unë marr gjithnjë atë që dua. Më duket se do presim 2 orë këtu. Radh? Unë nuk ri dot në radh. Nuk kam kafsh për ta humbur kohën kot. Më falni. Pa kalojmë. Me sa duket biznesi po shkon shumë mirë. Njerëzit janë kureshtar për artikujt e ri. Kjo do të zgjasë shumë. Më fal Mici, por dyqani është i mbyllur për momentin. Ne nuk jemi kliente. Aq më keq atëherë. Mos jemi pak nervoze. S'kam ardhur këtu për të kërkuar ty. Po kërkoj Stellën. Akoma e gjum po fle? Mos po më kërkon njëri? Hey, ke ardhur për të bler ndonjë kafsh? Në fakt unë kam ardhur të flas me ty. Ç'kemi, Mici? Të vjen keq të flasim një herë tjetër, tani jam shumë e zënë. Ja, nuk më vjen keq. Ne kemi një plan dhe tani kemi nevojë për aleat që të na ndihmojnë. E di se për çfarë po flet o grëm. Ku ka aleat më të mirë sa ata që kanë të njëjtin qëllim si ne? Ç'po ndodh? Nuk ishte diell një minutë më parë. S'më pëlqen kjo rrugë darma. Si përfunduam këtu? Çfarë po ndodh? Kush je ti? Nëse kërkon të na trembësh, ja arrit e qëllimit. Pra dhe ju urreni ato vajzat zana, apo jo? Më shumë se çdo gjë tjetër. Mirë, na ndiqni. Wow, çfarë dite? Nëse herën tjetër do kemi kaq shumë punë, do ju lë një letër lamtumire dhe s'do më shihni më kurrë. E po të paktën puna po na ecën mirë më duket. Po, për mesazherin tim. Roxy! Vajza, është një ditë e mrekullueshme. Nuk do ta kaloni të mbyllura këtu. Si thoni për një shëtitje në park? Pra, kush do të vi? Ani, do t'ja kalojmë shumë mirë. Në fakt, ta kalojmë pas dite në natyrë do na bëj shumë mirë. E po. Ajo që dele fundit do të mbyll dyqanin.
Më pëlqen këtu. Kush e ka mobiluar? Në fillim I kishim zyrat në një magazin në periferi, por me sa duket nën toka e qytetit është më e dobishme. E dobishme? Për çfarë? Pse erdhëm këtu? Mami më ka thënë të mos dal me të panjohur. Sidomos kur janë kadra të panjohur që dolën nga një vrim e zezë dhe që jetojnë nëpër kanalizime. Mendoj se mami ka të drejtë. Edhe unë kështu mendoj. Qetësi, ai do të na thotë diçka. A do të bëhesh edhe ti si këto? Po. Dëshironi vërtet të jeni më të mira se ato? Kështu qoftë. Nuk e di çfarë është, por më pëlqen. Më pjem shumë e fortë. Duhet të mësoni ta përdorni këtë forcë, por ne jemi këtu që t'ju ndihmojmë. Gjeje kush jam? Bloom? Ç'kemi Sky? Si është Helia imi dashur? U dhash leje të vinin dhe t'ju përshëndesnin para se të shkojmë në park. Në park the? Në rregull, por tani që po e mendoj më mirë të ri këtu. Vërtet, a? Riven, ku je? Shpresoj që të mos kem humbur për gjithnjë. Muza ime ëmbël, shpresoj që të dëgjojmë së shpejti. Tani po ju lëm të punoni, duhet të ikim, apo jo, Flora? Ju po na bëni që të ikim pa pirë një pije më parë? Prit, se me sa duket është dikush tjetër që po merret me të. Mos! E rëndësishme nuk është nëse është diçka e madhe apo e vogël. Ne I kushtojmë rëndësi faktit se duhet të jemi gjithmonë të dobishme dhe kemi gjithmonë një qëllim pozitiv. Shkëlqyshëm Roxy. Mësoke shumë shpejt, ishte shumë mirë. Magjia mund të vërë në kontakt me ato që të rrethojnë, me energjinë e natyrës. E shikon? Po, mendoj se e kuptova. Unë mërzita që tani mund të ndryshojmë ushtrimin. Kjo që nga gallat, s'kemi më problemi parkimi. Fuqia nuk ka lidhje vetëm me magjin, por duhet t'i kontrollosh plotësisht këto magji. Edhe kur I përdor në maksimum. Mendoj se po përmirësohemi vajza, si thoni? Herës tjetër ndoshta duhet të kalojmë mbi mur. Përse kam përshtypjen se koha jone e pushimit mbaroi tashmë? Të mbraponi, shpejt, të shpëtoj Vajza, çfarë mendoni se mundon? Nici? Kjo me siguri nuk është ajo Mici që Kjo njoh. nuk është çaka. Ato rrezatojnë energji negative shumë të madhe, vajza. Wings Vertimix!
shponi, nuk ju pëlqen më magjia. S'mund ta besoj, edhe këto janë zana. Shiko, po vin Wingsat. Përshëndetje, shoqe Zana. I dëgjuat? I quajtën shoqe. Kështu që qënë kanë Zana. E pa besueshme, çfarë po bojnë ato? Largoni që këtej Zana, nuk ju dua më. Neve nuk na intereson më magjia juaj. Ndjej një energji të fortë negative të ato nuk janë Zana. Mjaft tani, kjo është e tepërt. Mere këta. Ha? E dija që ishe xheloze. Nuk kemi ende eksperiencë për të përballuar ato. Sulmoni turmën, e kanë pikë të dobët. Super Prism! Tani mjaft! Menduat se i shpëtuat ata njerëz? Pra Wingsa, kush janë zanat më të fuqishme tani? Kanë kaluar disa orë tani dhe qindra persona kanë mbetur në kurt këtu brenda barkut të Gardenias. Sipas dëshmitarëve, Wingsat duket sikur i kanë sulmuar njerëzit bashkë me disa zana të panjohura. Mos u treguam të shkujdesur kur ju besuam Wingsave. Forca, u lodhët që tani, Prisni! Mos harroni se cila është fuqia jonë më e madhe. Zemra e njerëzve. Për atë duhet të mendojmë ne tani. Të rritur apo fëmijë duhet të fitojnë sërish besimin e tyre. Më ndiqni! Nuk ju mjaftoi kjo? Zemra e dregojit! Fitoni! Ha? Çfarë po ndodh? Duket sikur po na shpërojnë fuqit. Ha! Le të bashkojmë fuqitë tona për të rifituar sërish besimin e atyre njerëzve. Forca e jetës! Shpirti i kuptimit! Zemër e lirë! Shiko, mami! Ato janë të mirat, kurse ato janë të këqija. Forca! Shpejt! Këtu! Asje nuk ka dyshime se kush janë të mirët dhe të këqijtë, zonjush. Magjia ime, sa rrita ndjema! Sa herë që një person beson të Wingsat, fuqia armiqve tanë fillon të shterojë. Shiko! Krahu i dregojit! Edhe një herë tjetër, zemra e njerëzve ishte aleatja jonë më e mirë. Hej, çfarë po bëj këtu? Nuk kemi shumë kohë për të shpjeguar. Tani duhet të gjendemi diku tjetër. Dhe tani mund të puthësh nusen. Hej, djema, shikoni pak. Vështrimi flet më shumë se sa sytë tu, Muza. Vërtet? Po, edhe ndoshta duhet I kisha vënë re më parë. A do të bënte ndonjë ndryshim? Mendoj se jo, por duhet kisha qenë më I qartë me ty, për të shmangur ndonjë keq kuptim. Besova te diçka që nuk ekzistonte, më vjen keq, Jason, ti je shumë budallaqe. Muza, zemra ime I përket vajzës me të cilën u martova, por për sa më përket mua, asgjë nuk ka ndryshuar mes nesh. Unë të kam premtuar të bëj këngëtare të madhe dhe do ta bëj këtë gjë. Ti ke shumë talent dhe unë jam I nderuar të punoj me një artiste dhe me një shoqe si ty. Faleminderit, Jason. Kjo duhet jetë një natë e gëzueshme, Muza. Por nëse s'të pëlqen të këndosh, mos e bëj. And now that it's me and you, side by side, no, now our dreams will come true. Në episodin e ardhshëm Dashuri dhe magji,
një përzierje që zanat e Alfeas e njohin shumë mirë. Wingsat formojnë grupin e tyre të rockut dhe për vajzat fillon një aventurë e re fantastike. Po kush do të merret me rrethin e bardhë magjik, por e Wingsat janë në skenë.